Horoskopi ditor e premte 17 tetor 2025. Dashi. Dita e re ju fton të përqendroheni në komunikim. Hëna në shenjën tuaj harmonizohet me Merkurin, duke ofruar një nxitje në shprehjen e ideve. Përfitoni nga ky shtrirje kozmike për të sqaruar çdo keqkuptim me kolegët. Përpjekjet profesionale do të përfitojnë nga aftësia juaj për të bindur të tjerët. Në frontin personal, energjia juaj mund të jetë e lartë. Prandaj merrni në konsiderat kanalizimin e saj në aktivitete fizike. Ushtrimet jo vetëm që do të përmirësojnë humorin tuaj, por edhe do të rrisin kreativitetin tuaj. Nëse përballeni me një vendim, besoni instinkteve tuaja. Ato janë veçanërisht të mprehta sot. Marrëdhëniet mund të thellohen me dialog të hapur. Prandaj kushtojini kohë të dashurve. Financiarisht shmangni blerjet impulsive. Me një planifikim të kujdesshëm, mund të bëni hapa drejt qëllimeve afatgjata. Praktikoni vetëdijen për të ruajtur ekuilibrin gjatë gjithë ditës suaj. Sot, universi mbështet veprime të guximshme, prandaj kapni mundësitë me guxim. Mos harroni, mirësia dhe durimi do të përmirësojnë të gjitha ndërveprimet. Siguroni vendin tuaj në kozmos me hir dhe vendosmëri. Demi. Përqendrohuni te mbështetja dhe stabiliteti, ndërsa sundimtari juaj Venusi rreshtohet në harmoni me Saturnin. Ky ndikim qiellor ju inkurajon të forconi angazhimet afatgjata, veçanërisht në marrëdhënie. Merrni kohë për të ushqyer lidhjet me të dashurit. Bisedat e thella mund të forcojnë lidhjet emocionale. Profesionalisht shfrytëzoni natyrën tuaj praktike për të përballur me sfida drejt për drejt. Një qasje e strukturuar do të çojë në përparim. Financiarisht vlerësoni se ku qëndroni, pasi kjo është një ditë e favorshme për rivlerësimin e aseteve tuaja. Kërkoni mënyra për të stabilizuar dhe rritur burimet tuaja. Kreativiteti do të lulëzojë, veçanërisht përmes shprehjeve artistike. Lejoni që imagjinata juaj të rrjedhë lirshëm. Ndërsa lundroni gjatë ditës, kushtojini vëmendje detajeve të vogla. Ato mbajnë çelësin e suksesit. Sigurimi i ekuilibrit midis punës dhe jetës personale është thelbësor. Prandaj sigurohuni që të gjeni kohë për relaksim. Një mendje e qetë do të çojë në vizione të qarta për të ardhmen. Përqafoni paqen brenda dhe do të gjeni qetësi jashtë. Binjakët. Është një ditë kurioziteti dhe eksplorimi. Me Merkurin që është në aspekt të favorshëm me Jupiterin, mendja juaj është veçanërisht e mprehtë, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të mësuar dhe për të zgjeruar njohuritë tuaja. Ndiqni interesa të reja ose thellohuni më shumë në ato ekzistuese për të kënaqur urinë tuaj intelektuale. Në karrierën tuaj shfrytëzoni këtë qartësi mendore për të zgjidhur problemet dhe për të paraqitur ide inovative. Bashkëpunimet me kolegët do të përfitojnë nga stili juaj i adaptueshëm i komunikimit. Kini kujdes të mos merrni shumë angazhime, pasi nivelet e energjisë mund të ulen më vonë gjatë ditës. Në marrëdhëniet personale, mbështetuni në sharmin tuaj natyror për të forcuar lidhjet. Ndani mendimet tuaja dhe dëgjoni me vëmendje të tjerët. Financiarisht shmangni vendimet impulsive. Prisni për njohuri më të qarta para se të bëni investime. Merrni pjesë në aktivitete në grup ose në mjedise shoqërore për të ndjerë më të lidhur. Sot, ruani fleksibilitetin dhe përqafoni shtigje të papritura. Besoni se natyra juaj e gjithanshme do t'ju udhëheqë për të kapur mundësitë e duhura. Ushqeni shpirtin tuaj me momente qetësie introspektive. Gaforria. Yjet inkurajojnë vetanalizën dhe shërimin emocional. Prania e hënës në sektorin tuaj të proceseve në ndërgjegjeshëm nxit një udhëtim drejt brendësisë. Kjo është një ditë e përsosur për kujdesin ndaj vetes dhe vetanalizën, duke i lejuar vetes të reflektoni mbi përvojat e kaluara. Jeta profesionale mund të kërkojë vëmendjen tuaj. Balanconi vendosmërinë me empatinë në ndërveprime. Mund të gjeni sukses duke adresuar projekte të papërfunduara. Besojini intuitës suaj në vendimmarrje, do t'ju udhëheqë mirë. Financiarisht jini të kujdesshëm me shpenzimet. Ndërtimi një themeli më të sigurt është i favorizuar. Marrëdhëniet mund të kërkojnë prekjen tuaj për kujdesse. Çështjet familjare dalin në plan të parë, duke pasur nevojë për empatinë dhe mirëkuptimin tuaj. Krijoni një mjedis të qetë në shtëpi për t'u rimbushur. Angazhohuni në meditim ose shprehje krijuese për të përpunuar emocionet. Edhe pse dita mund të ketë momente pasigurie, mos harroni se riorganizimet nxisin rritjen. Hiqni dorë nga bagazhet e panevojshme emocionale dhe përqendrohuni në ushqyerjen e asaj që ka vërtet rëndësi. Universi mbështet progresin përmes transformimit të butë. Luani.
Dita e re sjell energji sociale dhe mundësi të gjalla për lidhje. Me diellin që aktivizon shtëpinë tuaj të rrjedhimit, është një kohë ideale për të përqafuar vëmendjen. Aspiratat e karrierës marrin një shtys ndërsa cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë përmes projekteve bashkëpunuese. Përdorni sharmin tuaj natyror për të ndërtuar aleanca që mbështesin qëllimet tuaja profesionale. Ndërveprimet ka të ngjarë të jenë produktive, por sigurohuni që të gjithë të jenë në të njëjtën faqe. Në aspektin shoqëror, mund të hasni biseda stimuluese duke ofruar frymëzim. Hyni në aktivitete ose ngjarje në grup për të zgjeruar horizontet tuaja. Financiarisht rishikoni qëllimet tuaja dhe përshtatni strategjit aty ku është e nevojshme. Kjo është një fazë begat për të planifikuar. Në çështjet personale, balanconi dhënien dhe marrjen në marrëdhënie. Empatia forcon lidhjet. Karizma juaj mund të tërheqë miqësi të reja ose të thellojë ato ekzistuese. Kërkoni argëtim dhe kreativitet, ndoshta përmes sipërmarrjeve artistike ose aktiviteteve të kohës së lirë që nxisin gëzim. Besimi do t'ju udhëheqë sot. Besoni në aftësitë tuaja për të frymëzuar ata përreth jush dhe për të festuar momentet e gjalla të jetës. Virgjëresha përqendrohet në rritjen e karrierës dhe planifikimin strategjik. Përputhja e Merkurit me Saturnin mbështet përpjekjet e zellshme drejt qëllimeve profesionale. Sot, energjitë produktive rrjedhin në favorin tuaj, duke e bërë atë një kohë të përshtatshme për të shfaqur aftësitë tuaja në zgjidhjen e problemeve. Vëmendja juaj ndaj detajeve do të jetë e paçmuar, duke çuar në përparime dhe njohje. Kritikoni në mënyrë konstruktive metodat tuaja të punës dhe bëni rregullimet e nevojshme. Financiarisht kërkoni këshilla ose ndërmerrni kërkime të plota nëse merrni në konsiderat investimet, mençuria ja vlen. Në një nivel personal, qëndrueshmëria e brendshme mund të ndihmojë në adresimin e çdo dyshimi të mbetur. Marrëdhëniet mund të përfitojnë nga biseda të sinqerta. Ndarja e qëllimeve dhe aspiratave të ardhshme me të dashurit mund të sjellë mbështetje dhe mirëkuptim shumë të nevojshëm. Koha e lirë është më mirë të kushtohet hobive që kultivojnë paqen dhe vetëdijen. Ndërsa dita zhvillohet, qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve të vogla që hapin rrugën për sukses afatgjat. Në përgjithësi, qëndroni të adaptueshëm por të palëkundur. Ndikimet e sotme nxisin përparim gradual, duke rritur stabilitetin në aspekte të ndryshme të jetës. Peshorja. Dita e re hedh dritë mbi eksplorimin intelektual dhe zgjerimin personal. Dielli në harmoni me Plutonin e Mpret ndihmon në zbulimin e të vërtetave më të thella. Përqafojeni këtë mbështetje kozmike për të zhytur në mundësi mësimi që zgjerojnë kuptimin tuaj. Angazhohuni me perspektiva të ndryshme, duke përmirësuar aftësitë tuaja të komunikimit. Profesionalisht, sipërmarrjet bashkëpunuese lulëzojnë ndërsa sillni harmoni në përpjekjet e ekipit. Përdorni diplomacinë për të adresuar çdo mospërputhje dhe për të nxitur mjedise bashkëpunuese. Financiarisht, stabilizoni ekuilibrin tuaj duke u përqendruar në ndërtimin e një themeli të fortë. Në marrëdhënie, ekuilibri është çelësi. Përpiquni të shihni të gjitha anët e një situate. Të dashurit vlerësojnë qasjen tuaj të drejtë, e cila ndihmon në zgjidhjen e konflikteve. Zhvillimi personal përparon përmes vetë-reflektimit. Mbajtja e një ditari mund të ofrojë njohuri ndriçuese. Përfshini momente kreativiteti në ditën tuaj, qoftë përmes artit, muzikës apo ushtrimeve intelektuale. Hiri dhe qetësia juaj natyrore ju udhëheqin përmes çdo sfide. Duke ruajtur ekuilibrin, ju rrisni aftësinë tuaj për të frymëzuar dhe ngritur ata përreth jush. Akrepi. Transformimi dhe njohuritë e thella shfaqen, të nxitura nga ndikimi i Plutonit. Kjo është një ditë e fuqishme për vetanalizë dhe rritje personale. Kërkoni të kuptoni aspektet e fshehura të psiqikës suaj. Profesionalisht, fokusi intensiv jep rezultate. Pasi qasja juaj strategjike zbulon mundësi që të tjerët mund t'i humbasin. Është një kohë e favorshme për punë dhe planifikim prapas skenave. Besojini instinkteve tuaja, veçanërisht në negociata, pasi ato mund të zbulojnë të vërteta të rëndësishme. Financiarisht, shmangni çdo vendim të nxituar. Në vend të kësaj, mblidhni informacion dhe merrni në konsiderat implikimet. Në frontin emocional, adresimi i çështjeve të së kaluarës mund të sjellë shërim. Krijoni lidhje më të ngushta duke ndarë veten tuaj të vërtet me ata që u besoni. Energjia juaj mund t'i tërheqë të tjerët drejt jush. Prandaj jini të vetëdijshëm për kufijt. Angazhohuni në aktivitete që fuqizojnë ndjenjen tuaj të kontrollit, si meditimi ose artet marciale. Sot, përdorni mençurinë tuaj të lindur për të lundruar në dinamika komplekse.
Kjo fazë transformuese mund të çojë në zbulime të thella, duke thelluar kuptimin tuaj për veten dhe të tjerët. Shigjetari. Agimi I ri thekson marrëdhëniet dhe rritjen ndërpersonale. Hëna në shenjën tuaj të kundërt nxjerr në pah partneritetet, duke ju nxitur të bashkëpunoni dhe të ndërtoni lidhje. Përpiquni të kuptoni perspektivat e partnerëve. Hapja nxit harmoninë. Profesionalisht, ndarja e ideve tuaja mund të katalizojë sipërmarrje të reja. Entuziazmi juaj frymëzon ekipet, por sigurohuni që të komunikoni qartë për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, është një ditë e mirë për sipërmarrje të përbashkëta ose për të kërkuar këshilla nga bashkëpunëtor të besuar. Në marrëdhëniet personale, kaloni kohë cilësore me të dashurit. Kjo ushqen lidhjen dhe mirëkuptimin tuaj të ndërsjellë. Çdo tension I zgjatur mund të zgjidhet përmes dialogut kuptimplot. Gjeni pak kohë për të eksploruar hobi të reja ose për të angazhuar në planifikimin e udhëtimeve, pasi këto aktivitete përputhen me shpirtin tuaj aventures. Duke përqafuar mençurinë e kompromisit dhe respektit të ndërsjellë, ju vendosni një themel të fortë për bashkëpunim në të ardhmen. Energjia kozmike ju udhëzon drejt përmbushjes përmes bashkëpunimit, duke zgjeruar perspektivën tuaj ndërsa riafirmoni idealet tuaja. Britsjapi. Dita e re përqendrohet rreth arritjeve praktike dhe vetëdisiplinës. Kozmosi inkurajon vëmendjen e zellshme ndaj detajeve në ndjekjen e qëllimeve të karrierës. Ndërsa hëna rreshtohet me Saturnin, planetin tuaj sundues, ju frymëzoheni të punoni metodikisht drejt objektivave. Merrni kohë për të shqyrtuar projektet në vazhdim, duke bërë rregullime për efikasitet. Ka të ngjarë të gjeni sukses përmes këmbënguljes dhe të menduarit strategjik. Financiarisht, kërkoni siguri afatgjat duke rishikuar planet financiare dhe duke vendosur themele të qëndrueshme. Në sferën e marrëdhënieve, shprehni vlerësim për ata që mbështesin ambicjet tuaja. Kjo forcon lidhjet dhe nxit respektin e ndërsjellë. Angazhohuni në aktivitete që lehtësojnë stresin për të ruajtur ekuilibrin midis punës dhe jetës personale. Qoftë përmes ushtrimeve, shëtitjeve në natyrë apo ndjekjeve krijuese. Lehtësimi I tensionit është qelësi. Besoni se vendosmëria juaj sot përgatit terrenin për arritjet e ardhshme. Duke ruajtur fokusin dhe qartësinë, ju I transformoni sfidat në gur trampolin. Universi duartroket për kushtimin dhe qëndrueshmërinë tuaj në hartimin e vizionit tuaj. Ujori. Është një ditë plot me potencial krijues dhe angazhim shoqëror. Energjia kozmike ju inkurajon të përqafoni individualitetin tuaj, duke hapur rrugën për inovacion dhe mendim të frymëzuar. Profesionalisht, shfrytëzojeni këtë mundësi për të paraqitur ide që pasqyrojnë perspektivën tuaj unike. Aftësia juaj për të menduar jashtë kornizave është një aset I vlefshëm. Bashkëpunimi me kolegë me të njëjtat mendje mund të çojë në rezultate të jashtëzakonshme. Financiarisht, eksploroni opsione investimi jo konvencionale pas një shqyrtimi të kujdesshëm. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga mendjehapuria juaj. Angazhohuni në biseda ndriçuese që thellojnë lidhje. Energjitë harmonike të sotme favorizojnë aktivitetet në grup dhe përfshirjen në komunitet, duke forcuar lidhjet me ata që ndajnë vizionin tuaj. Merrni pjesë në sipërmarrjeve të shprehse, të tilla si arti, muzika ose shkrimi, për të kanalizuar kreativitetin tuaj. Ndërsa balanconi idealet me praktikat, do të gjeni një rrugë përpara që është njëkohësisht emocionuese dhe shpërblyese. Përqafoni rolin tuaj si katalizator për ndryshim dhe përpjekjet tuaja do të japin rezultate transformuese, duke pasuruar udhëtimin tuaj. Peshqit. Vetanaliza dhe thellësia emocionale janë në plan të parë, të ndikuara nga prania e Neptunit. Përdoreni ditën për të reflektuar mbi rritjen personale dhe aspiratat shpirtërore. Çështjet profesionale mund të kërkojnë qasjen tuaj empatike, pasi të kuptuarit e pikpamjeve të ndryshme forcon marrëdhëniet në punë. Besojini intuitës suaj për udhëzim në vendimmarrje. Financiarisht, tregoni kujdes me shpenzimet. Zgjedhjet e kujdesshme sot ndërtojnë siguri në të ardhmen. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi I sinqert. Ndani ëndrat dhe frikrat tuaja për lidhje më të thella. Natyra juaj edukuese shkëlqen ndërsa mbështesni të dashurit, duke krijuar rehati dhe stabilitet. Ndani kohë për relaksim dhe shprehje krijuese për të ushqyer shpirtin tuaj. Aktivitetet artistike ose momentet e vetmisë ofrojnë paqe restauruese. Përqafoni misteret brenda vetes dhe ruani besimin në rrugën tuaj. Energjitë kozmike të sotme janë këtu për t'ju kujtuar bukurinë e dorëzimit ndaj rrjedhës së jetës. Duke nderuar botën tuaj të brendshme, ju kultivoni mirësinë dhe mshurinë dhe vetpranimin,
duke hapur rrugën për përmbushje të qëndrueshme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.